Trashëgimia kulturore dhe folklorike e Trevës së Kurbinit u prezantua në Lezhë përmes një koncerti të ansamblit popullor të kësaj zone. Të veshur me kostume tradicionale në tingujt e muzikës dhe valleve, artistët Kurbinas u ngjitën në skenën e Pallatit të Kulturës, duke i dhuruar publikut një mbrëmje të veçantë. Si një zonë me vlera të jashtëzakonshme kulturore dhe historike, artistët e ansamblit Gura e Kurbinit thonë se qëllimi i tyre është të mbajnë gjallë traditën dhe ta përcjellin atë tek brezi i ri. Ideja ishte dhe qëllimi që të përcjellnim absolutisht në mënyrë të konsoliduar vlerat e folklorit ton shqiptar, por në veçanti në këtë rast Kurbinas, që është aq i pasur vetëm sepse duhet dëshira dhe këmbgulja e artistëve e mjeshtrave në veçanti që ta levrojnë dhe të thëdhojnë dhe mos të ndalen për të përçuar vlera të tilla të rralla autentike. Për publikun lezhjan sot përcollëm këngë lirike, këngë patriotike, këngë më të ndryshmet për t'i dhënë një hollë kësaj salle sonde të bukur që me vërtet që ka bërë madhështore. Kemi patur një sukses tepër të madh këtë vit, po thuash, prej me herën e parë që paraqitëm në Top Channel me ansamblin ton, edhe pastaj menduam që të paraqisim disa koncerte për rrethet tona që na kanë mirëpritur gjithmonë, që prej në Laç, në Rrëshen dhe këtu në Lezhë. Ne paraqitëm folklorin e Kurbinit, as më pas as më shumë, po vlerat e Kurbinit. Kurbini në fakt ka shumë vlera, po kishte ca kohë që ishin fjedhur ato vlera. Gati gjysma e orkestrinës janë të ri, janë nga 16-17 vjeç. Plus edhe këngëtarët të reja po vijnë dita ditës në Gurën e Kurbinit. Koncerti i ansamblit Gura e Kurbinit në Lezhë zgjati rreth 90 minuta, të cilët kishin mbushur sallën e Pallatit të Kulturës Dedën Due Lazri.